Pas disa muajsh hesqjeje dhe dhimbjeje të thellë, Gesti ka vendosur të kthehet sërish në karrierë. Humbja e vëllait të tij të vogël e tronditi thellë, duke e bërë të largohej përkohësisht nga muzika dhe nga rrjetet sociale. Për shumë fansa, mungesa e tij ka qenë një boshllëk i madh, pasi Gesti gjithmonë ka ditur si të përcjellë ndjenja të forta përmes këngëve të tij. Sot, megjithse dhimbja ende nuk është shuar, ai ka gjetur forcën për të rifilluar nga e para. Burime pranë artistit tregojnë se rikthimi i Gestit do të jetë i veçantë dhe shumë emocional. Ai ka bashkuar forcat me mikeshën e tij të ngushtë, këngëtaren Egli Takon, për të sjellë një projekt të titulluar Rikthimi. Kjo këngë pritet të jetë një përzierje mes dhimbjes, shpresës dhe fuqisë për të vazhduar përpara pas humbjeve që jeta sjell. Teksti do të përmbajë kujtime të ndjera për vëllain e tij, por edhe mesazhin se muzika është shërimi më i bukur për shpirtin. Në rrjetet sociale tashmë po qarkullojnë zëra se klipi i ri do të ketë tone të errta dhe emocionale, duke reflektuar realisht periudhën e vështirë që Gesti ka kaluar. Ai dhe Egli kanë qenë shpesh bashkë në studio, ku sipas burimeve kanë kaluar orë të tëra duke punuar për ta bërë çdo varg të vërtetë dhe me ndjenjë. Kjo pritet të jetë një nga bashkëpunimet më të ndjera të vitit, jo thjesht për muzikën, por për historinë që mbart. Fansat e kanë pritur këtë lajm me shumë gëzim dhe emocion. Shumë prej tyre kanë komentuar se mezi presin ta dëgjojnë sërish zërin e Gestit, i cili u ka munguar jashtë mase. Disa madje e kanë quajtur këtë rikthim si një ringjallje artistike, duke theksuar se ai nuk po kthehet për famë, por për të ndarë shpirtin e tij me publikun që e do. Rikthimi pritet të publikohet së shpejti në YouTube dhe në të gjitha platformat muzikore, duke shënuar një fillim të ri për artistin që ka kaluar nga dhimbja në forcë. Me këtë këngë, Gesti dëshiron të tregojë se jeta vazhdon, se muzika nuk vdes dhe se dashuria për vëllain e tij do të mbetet përgjithmonë frymëzimi i tij më i madh.